Porosi të profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për Imam Aliun, paqja qoftë mbi të. 30. O Ali, ji ose dietar, ose nxënës, ose dëgjues dhe mos ji i katërt. Imami i tha: Kush është i katërti? Profeti ju përgjigj: Është ai që as nuk e di, as nuk mëson, as nuk u mëson, edhe as nuk e dëgjon dijen. 31. O Ali, kërkoje diturinë, qoftë edhe në kinë, sepse s'ka gjë më të dashur tek Allahu se sa dietari, nxënësi apo dëgjuesi i dijes. 33. O Ali, nderoje mikun që viziton për hir të Allahut, sepse ai që e nderon mikun e Allahut, atë e nderon Allahu. Kush e urren mikun e Allahut, atë e urren Allahu. Nëse miku shkon në një shtëpi, me të shkon edhe risku i tij. Kur largohet, largohen edhe mëkatet e familjes dhe hidhen në det. 34. O Ali, kujdesu për fqinjin, edhe sikur të jetë jo besimtar. I i dashur dhe zemërbut me fqinjin. Dije sa ai që ka smir për fqinjin e tij, Allahu i ja mbyll atij jetën në kotësi dhe ja merr pasurinë. 35. O Ali, mirë ti dhe smira, sepse smira i djeg të mirat, ashtu si që djeg zjarri drut.